Kush janë liderat, ose çfarë është një lider? Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Malizi po kalon në një situatë shumë delikate, ashtu siç edhe vendet e tjera, por gjatë këtij translacioni, sepse kemi pothuajse 20-30 vite që po përshkojmë një rrugë që është tepër e vështirë, siç e keni vënë re, dhe një diskutim i përbashkët, unë mendoj që do zgjoj mendimin personal. Pse them këtë? Shiko, më ndiqni me kujdes, nuk është politik, por është diçka që dua, siç e thash dhe më përpara, të zgjoj mendimin personal. Pra, çdo të thotë jo mendimin kolektiv, por atë personal. Kush është rastisht, nëse është e mundur le t'i bëj like faqes, shihemi sërish, faleminderit, juve nuk u kushton asgjë, po për ne është diferencë e madhe. Diferenca është që ne influencohemi nga familjarët, nga shokët, nga miqt, nga njerëz të tjerë, ose nga shoqëria ku gjendemi. Dhe influenca bëhet në disa forma, dhe ti pa e kuptuar, çdo gjë bie mbi ty. Pse bie mbi ty? Sepse ti, duke dëgjuar të tjerët, ti vendos në emër të tjerëve. Pra nuk vendos ti, në qoftë se nuk zgjohet mendimi personal. Kujdes, sepse në qoftë se zgjohet mendimi personal, nga ai moment ti fillon edhe mendon. Dhe me këtë doja të thosha, kush janë liderat, ose çfarë janë liderat? Le ta marrim nga këtu, sepse thash, ka dhe pastaj menaxher, drejtor, etj. Derisa vim tek njeriu i thjesht. Një lider, për mendimin tim, pastaj do të dëshiroja një komentin tuaj, do t'ju lutesha, një lider është një dikush që, si mund të themi, ndihmon të ecin njerëzit pas tij. Pra, ky quhet një lider. Ose dikush që drejton. Më erdhi fjala. Dikush që drejton njerëz, drejton një grup njerëzish, ose drejton edhe një vend të tërë, një popullat të tërë. Por duhet të nënvizoj diçka tepër të rëndësishme. Lideri është ai që i udhëzon, por ai që udhëzon jep urdhra. Pra nuk është ai që vendos, por vendos dikush tjetër. Për shembull, në këtë rast mund të themi që vendos një menaxher ose një drejtor. Pra një drejtor vendos, një menaxher vendos. Në qoftë se dhe ky ka zgjuar mendimin personal, sepse në qoftë se do të jetë një mendim i liderit ose një mendim shoqëror, padyshim do gaboj. Sepse nuk vjen nga vetja e tij, dhe ai duke mos ardhur nga vetvetja nuk e ka analizuar. Pra e ka analizuar shumë shpejt, ose i ka dhënë një përgjigje shumë të shpejt. Jam me këtë parti politike, jam me këtë lider dhe unë pranoj që ta bëj. Pra ky është gabim. Pse është gabim? Sepse me kalimin e kohës, ajo gjë që ti bëre, ose që vendose, sepse vendose ti, bie mbi ty. Do ti apo nuk do? Pra, në qoftë se është bërë një gabim, e ha dhe ti. Tani, pse po flas për këtë? Sepse shumë njerëz, siç ju thash më përpara, influencohen nga shokët, familjarët, miqtë të tjerë për një rrugë politike, për një njeri, apo për një fushat, apo edhe për një bashki, pra brenda një shoqërie të një bashkie. Dhe pa e kuptuar, pra në një farë mënyrë apo një tjetër, vendos në emër të atij që e influencoi, sepse dëgjon atë. Dhe nëse do dëgjoni me vëmendje atë që do t'ju them tani, do kuptoni rëndësinë e kësaj fjale. Nuk jam askushi, thjesht po diskutojmë së bashku. E përsëris nuk është politik. Pra, ti duhet kuptosh që je ti që vendos, pra është populli që vendos. Sepse ti, nëse nuk jep votën, ti, ai që është drejtor, apo ai që është profesor, apo edhe lideri, nuk mund të jetë ai lideri, sepse varet nga dëshira jote. Më kuptoni apo jo? Pra, vota jote është jo vetëm dëshirë, por është edhe vendim. Sepse ti ke dëshirën, por ti nga ai moment vendose. Pra, e shikoni që vendos ti në fundit. Po ta shikoni, lideri jep urdhra dhe ti duhet ta ndjekësh liderin.
Por në të vërtet, menaxheri është më i fortë, drejtori është më i fortë, sepse drejton. Po ta marrim në mënyrë etimologjike, një drejtor drejton. Pra ai i drejton njerëzit, thot, kujdes, ti duhet të ecësh këtu, ti duhet të bësh këtë. Nuk e di më kuptoni. Është më i fortë drejtori, sepse drejton ata njerëz. Ai i detyron njerëzit, dashje apo pa dashje, të ecin në një rrugë. Kurse lideri vetëm udhëzon, jep urdhra. Nuk e di, e kuptoni diferencën. Ose një menaxher, dikush thot për shembull, menaxherët janë të fortë, ose nuk është asgjë menaxher. Menaxheri, nëse merr fjalë për fjalë, menaxhon çdo gjë, ai menaxhon të gjitha atë që ka. Dhe ti, nëse je pronari i një fabrike e zëm dhe ke një menaxher, kujdes, mos e trajto si punëtor, sepse ai menaxher mund të ndryshoj jetën. Të ta ndryshoj jetën për mirë ose për keq, sepse varet nga aftësia. Jo të gjithë jemi profesionistë. Siç e them unë gjithmonë, jo të gjithë janë arkitekt, sepse ka arkitekt që bëjnë shtëpi dykace dhe rrëzohen, dhe ka arkitekt që bëjnë pallate dhe nuk rrëzohen. Pra varet nga profesionalizmi dhe nga personaliteti i njeriut, sepse ne nuk kreshtim duke mësuar. Pra ne këtë duhet kuptojmë fillimisht, që ne nuk kreshtim duke mësuar, dhe edhe një lider, edhe një menaxher, kushdo qoftë, ai nuk e kur shkon aty e merr atë pozicion sikur të jetë i plotfuqishmi, i gjithanshmi. Nuk është ashtu. Sepse ai moment aty një ditë do kaloj. Dhe në qoftë se ke bërë gabime, do bien mbi ty. Por në qoftë se gabimet janë të rënda, do bien po aq të rënda dhe ndoshta 3 fish. Pse kjo? Sepse është një trysni pastaj, që përveç forcës që ti i ke dhënë, ose që ti i dhe në fillim, ati gabimi, ajo forcë do të rikthehet 3 fish pikërisht pra sepse shtohet nga valët dhe nga forca mediatike, popullore e të gjithë njerëzve. Pra, në të vërtet, është kjo arsyeja, këtu duhet të dalë, që disa vende janë jo vetëm të avancuar, ekonomikisht, ligjërisht e ku ta di unë, sepse pikërisht pra sepse janë të organizuar mirë. Sepse një lider e di shumë mirë rolin e tij. Pra nuk është hyjni, nuk është gjithçka, nuk është dikush që unë tani erdha këtu jam lider dhe vendos çdo gjë. Pra ai e di shumë mirë dhe për të jetuar nesër me dinjitet, në radhë të parë me një dinjitet, por edhe për të mos patur probleme, ai e bën mirë rolin e tij. Për shembull, e kam thënë këtë njerë, por dua ta përsëris. Isha në Zvicër dhe isha me Oskar Frein, ku unë punoja fillim fare këtu në Itali. Oskar Frein ka qenë një nga ai që krijoi shoqërinë më të madhe të publiciteteve botërore, të futbollit, ato shiritat që dalin ashtu, dhe në për stadiume, ose tani dalin aty në fund të ekranit, që se keni vënë, dhe ky zotria ishim në Zvicër dhe më thot, merr makinën ti, thot. Edhe hipa makinës, kishim vajtur për të bërë spesa, për të psonisur. Dhe sa po dalim nga supermarketi, ishte nën tokë, ku kishim nën makinë, dhe sa dolëm kështu. Kur dolëm sipër aty, ishte një stacion autobusi nga krahun majt. Dhe unë shikoj që nën krah, një zotëri, tha i Frej, tha, Prime Minister, tha, ministri i parë. Tha shumë, ministri, thash. Jo, tha, ministri i parë. Ministri i parë, në Zvicër, ishte me një çantë këtu, gazetë në dorë dhe priste autobusin që të shkonte në qendër, sepse nuk lejohesh me makina. Pra nuk kishte një makinë me skorta, nuk kishte njerëz aty që ta ruanin me Kalashnikov apo me... Jo. Në fakt, jo vetëm kjo, por kur kam qenë në San Marino, dhe isha me një shokun tim, një iluzionist nga Rimini, më ka bërë përshtypje një diçka, sepse ai shoqërinë që kishte hapur, e kishte pikërisht aty në San Marino. Dhe më tha diçka, që më ka mbetur në kujtesë.
Në San Marino, ministria tha, ndërrohet 1 në 6 muaj. E dëgjohet mirë. 1 në 6 muaj ndërrohet e gjithë ministria, të gjithë meve. Dhe pastaj pas 6 muajsh bën zgjedhje të tjera dhe kështu kalon me radhë. I thash, po pse? Pikërisht sepse San Marino tha, është bërë republikë më vete dhe jeton shkëlqyshëm, sepse nuk vjedh kush këtu tha. Ndaj dhe ka buxhet të madh shtetëror. Pra, nuk vjedhin. Nuk i jep kohë tha që këta të vjedhin. Sepse 6 muaj si mund të vjedhaj, çfarë do bëj në 6 muaj? Dhe e njëjta gjë ndodhet edhe në Zvicër. Pra ti kur e lë një njeri dikë që mund ta quaj veten lider apo ku ta di unë, dhe e la aty 1 vit, 5 vjet, 10 vjet apo ndoshta 15 vjet, ke bërë gabimin më të madh. Ke bërë gabimin më të madh sepse ty të duket sikur po bën gjithçka. Madje edhe vetë ati duket sikur po bën gjithçka. Pa e kuptuar që ai, sepse me kalimin e kohës bëhet i plotfuqishëm, sillet sikur të ketë çdo gjë në dorë. Po ta shikoni, kjo ndodh në të gjitha vendet, nuk ndodh vetëm në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Malizi apo ku ta di unë. Në vendet e Mesdheut, po thuaj në të gjitha vendet e Mesdheut ndodh. Madje edhe në Amerikën Latine. Ka aty politikanë që rrinë me vite të tëra. Dhe kjo është një, le të themi, një metodë, si mund të quhet, e vendeve ku fillimisht ishin komunista. Dhe pastaj me kalimin e kohës ndryshuan. Dhe kjo është, unë mendoj që është tepër e rëndësishme që duhet të ketë lëvizje politike brenda për brenda, pikërisht pra, për mos i dhënë statusin e gjithëanshëm një njeriu ose një grupi të një politike, sepse ti në këtë rast ke dëmtuar me kalimin e kohës të gjithë së bashku. Pse kjo? Sepse në radhë të parë, si thash, nuk është se duhet ta marri si gjë, si mund ta them, që vendos vetëm ai njeri dhe kjo parti. Sepse kanë zëra edhe partitë e tjera, kanë zëra edhe njerëzit e tjerë. Dhe kjo është pika e parë, por e dyta që është akoma më e rëndësishme, me kalimin e kohës, sa më shumë vite kalojnë dhe aq më shumë atë vend e bën si të tij. Pra e trajton atë vend sikur të jetë i tij çdo gjë. Dhe e asaj partie. Nëse është njësoj si një fëmijë, shiko, do ta marr nga këtu. Në qofse ose si një shoku juaj, qofse ti jep dikujt një diçka dhe ja dhuron, e zëm, i dhuron diçka, i dhuron një vend, i thua këtë, shiko, tani unë do të lë këtu në këtë karike. Karikja është jotja, ti je populli. Karikja është jotja. Dhe i thua, ti do rish këtu në këtë karike. Do të lë për një ditë. Vjet ditën tjetër, faleminderit tot. Kur e lë ti pas një muaj, futesh aty brenda, si kalon, si po, mirë, po mbledh edhe pak dhe e lë pas 6 muajsh kur futesh, të shikon pak ndryshe. Kurse pas një viti, as nuk ngrihet më në këmbë. Madje, pas 2 vjetësh ose 5 vjetësh, të trajton si një hiç. Pa e menduar që je ti, pronari karikës, je ti që ja dhe atë post në karike. Pra, e njëjta gjë ndodh edhe me popullin, mes popullit dhe një lideri, ose me popullit dhe një menaxheri. E përsëris, menaxheri është tepër i rëndësishëm. Është i rëndësishëm qoftë nën politik, qoftë nën një pronar apo ku ta di unë, sepse ai vendos çdo gjë, për mirë ose për keq. E njëjta gjë ndodh edhe me liderin, sepse lideri udhëzon, por punën e bëjnë të tjerët. Sado që të jetë i zgjuar ai lider, prap punën e bëjnë të tjerët që janë po aq të zgjuar, ndoshta dikush të më i zgjuar, dhe ecin sipas fjalëve të liderit. Kështu që në qoftë se ka të zgjuar atje në mes, që padyshim ka, sepse ai që është lider nuk është atë që të jetë më i zgjuari. Absolutisht jo, përkundrazi. Dhe padyshim ka të zgjuar, kështu që si përfundim këta të zgjuarit bëjnë rolin e menaxherit, ose më mirë e një punëtori. Një punëtori që luan rolin pra pas
njërit që e udhëzon. Kur në të vërtet, lidhje pas lidhje, karrigja është e popullit. Pra, këtë doja ta nënvizoja për shumë arsye, sepse kush e kupton e di shumë mirë përse bëhet fjalë, pra që nëse dikush vendos, pra nga ju të vendos ashtu siç duhet, meqense tani është një moment shumë delikat tash. Nuk dua të bëj të sugjeroj asgjë, nuk dua të bëj as emra. Jo, absolutisht. Sepse i dua që të gjithë, ju dua që të gjithë juve, i dua që të gjithë ata, që të gjithë i dua. Sepse secili mundohet që të bëj diçka të mirë. Nuk diskutohet, sepse të gjithë kemi dalë për të bërë diçka të mirë. Kush më pak dhe kush më shumë. Mirë po, gjatë rrugës mund të bëhen dhe gabime. Kështu që unë mendoj që këto që ju citova tani, diçka të vërtet ka brenda. Pres komentet tuaja. Natën e mirë.